Protesta e rreth 150 punonjësve të firmës nën kontraktore Global Energy në Fier nuk është një rastësi, ajo është një protestë e inskenuar nga Bankers Petroleum, i cili vijon të përdor metoda alternative dhe kreative sa herë përballet me ligjin dhe institucionet shqiptare. Punonjës që dalin në rrugë në prag festash, paga të vonuara dhe pasiguri totale për të nesërmen nuk janë pasojë e një vendimi të padrejtë autoriteteve doganore, por e një strategjie të qëllimshme të Bankers, që përdor kërkesat legjitime të punëtorëve si një justifikim për shmangjen e përgjegjësisë. Bankersi kinez në një deklarat për shtyp shprehet se ka shpallur forcë madhore duke pretenduar probleme me qeverinë, por realiteti është krejt tjetër. Bankers nuk ka probleme me qeverinë, por me drejtësinë. Kompania ka humbur një betejë ligjore në gjykatën e lartë dhe refuzon të paguajë detyrimet që i takojnë shtetit shqiptar. Ky është thelbi i konfliktit. Çdo narrativ tjetër është typ naj për opinionin publik. Prej vitesh Bankers është mësuar të veprojë si një shtet më vete, duke mos ju bindur institucioneve shqiptare dhe duke konsideruar veten mbi ligjin. Nafta nxirret në patos marinës, shitet jashtë Shqipërisë, parat depozitohen në banka në Vjen, konkretisht në Raiffeisen, dhe nuk kthehen më në vend. Ky mekanizëm e bën thuajse të pamundur që autoritetet shqiptare të mbledhin atë që u takon me ligj, ndërsa shteti mbetet spektator i një loje të pabarabartë. Në këtë skem nën kontraktor dhe punonjësit janë hallka me dop. Global Energy, kompani kineze nën kontraktore, doli sot në protestë me punonjësit e saj, duke pretenduar se nuk ka mundësi financiare, pasi Bankers nuk ka shlyer detyrimet. Por kjo nuk është as e re dhe as spontane, është një skenar i njohur, kur presioni ligjor rritet, nxirren në sken punonjësit, protestat dhe dramat sociale për të ushtruar presion politik dhe publik. Punonjësit thonë se situata ka qenë problematike premuajsh, por nëntori është muaji i parë që nuk janë paguar. Frika e tyre nuk lidhet vetëm me rrogën e munguar, por me vijimsinë e kompanisë pas bllokimit të infrastrukturës në patos marinës. Ata paralajmërojnë protestat vazhdueshme duke i bërë thirrje qeverisë, e cila sipas tyre ka bërë një vesh shurë dhe një syqor. Por le ta themi qartë, kjo nuk është betejë mes punonjësve dhe shtetit. Është një konflikt mes një kompanie që refuzon të bindet drejtësisë dhe një shteti që po përpiqet më në fund të zbatojë ligjin. Skemat me mitingje, antimitingje dhe protestat të sponsorizuara janë të vjetra në Shqipëri. Ky vend ka dhënë leksione të mjaftueshme në këtë drejtim dhe nuk ka nevojë të mësojë nga askush, as nga kompanitë kineze që mendojnë se janë më të zgjuara se sistemi. Mesazhi duhet jetë i qartë. Bankers duhet të ul kokën, të zbatojë vendimet e gjykatave dhe të paguajë gjobat dhe detyrimet. Në të kundërt, të lërë vendburimin dhe të largohet nga aty ku ka ardhur. Nafta është pasuri e këtij vendi, jo pronë private e askujt që mendon se ligji është opsional.